Jeni gjithnjë me Radio Blues ka në programin e mëngjesit, vim tek ju me të tjera informacione, me të tjera zhvillime për ditën e sotme. Sot do të publikohet raporti çliron ndryshimin zërat e të rinjve të Kosovës 2010, një hulumtim i bërë nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet. Kemi në studio analisten në këtë iniciativë Anjeza Hoxhallari. Anjeza, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në programin e mëngjesit. Valentina. Do të publikohet sot raporti që ka të bëjë konkretisht me të ardhmen e Kosovës, me të rinjt. Është bërë një punë që nga fillimi i këtij viti deri sot kur është përfunduar e gjitha dhe gjithçka do të publikohet sot. Konkretisht çka përmban ky hulumtim? Faleminderit Valentina. Hulumtimi ka nisur në muajin mars-prill. Iniciativa Kosovare për Stabilitet e financuar nga UNICEF-i mori përsipër implementimin e sondazhit të opinionit me 1300 të rinj prej moshës 10 deri në 24 vjeç. Hulumtimi është për kryesisht ka pasur parasysh ndarjet gjinore, ndarjet demografike edhe ndarjet etnike në gjithë Kosovën. Përveç hulumtimit kuantitativ, është bërë dhe hulumtimi kualitativ, përfshirë këtu intervista ballë për ballë me të rinjt dhe fokus grupe në të gjithë Kosovën, përfshirë këtu edhe të gjitha komunitetet. Kemi shkuar në Gjakov, kemi shkuar në Prizren, kemi shkuar në Dragash, kemi shkuar në Mamush me komunitetin turk, kemi shkuar në Mitrovic me komunitetin rom, kemi shkuar në Graçanic me komunitetin serb. Dhe pas gjitha analizave, të rinjt janë pyetur cilat janë brengat e tyre, cilat janë shqetësimet e tyre në lidhje me edukimin, në lidhje me punësimin e tyre edhe pjesëmarrjen e tyre në vendimarrje, si dhe perspektivat e tyre për të ardhmen. Duke u bazuar në anketat që janë bërë me këta 1300 të rinj, çka del në përfundim? Sa janë ata pjesëmarrës dhe aktiv në këto tri sfera? Përfundimi del se pavarësisht domethënë synimit gjithëpërfshirës të duket domethënë ka avancime në reformat rreth arsimit, mirë po në arsimën gjërat nuk ndryshojnë brenda natës, duhet gjërat maten me dekada, është pak e vështirë domethënë duke patur parasysh sistemin një sistem që është i strëngarkuar me nxënës, kjo vën në rrezik pak a shumë edhe cilësinë e atij sistemi edukativ, ka pasur probleme nga më të ndryshëm, infrastruktura e objekteve arsimore sa vjen edhe po përmirësohet, mirë po cilësia ngelet nga problemet kryesore në sistemin e arsimit. Kjo është domethënë çfarë kemi vënë në re dhe çfarë të rinjt na kanë treguar ne. Një aspekt tjetër ka qenë se të rinjt pavarësisht se kanë vlerësuar shumë sistemin e arsimit, e shikojnë atë si një lidhse me jetën e tyre, me botën e tyre, me të ardhmen e tyre. Ata nuk mendojnë se ky arsim që janë duke marrë sot i përgatit ata për tregun e punës. Edhe sipas tyre kush është fajtori këtu? Nuk është për të vënë, janë disa faktorë të lidhur me njëri tjetrin. Ne kemi një shkallë 54 të rinj, domethënë gjysma e popullsisë së Kosovës është e re, 54% e tyre janë përfshirë në sistemin e arsimit dhe kemi një shkallë papunësie që është arrin deri në shkallën 73%. Kuptohet, tu duhet marr parasysh domethënë edhe ekonomia informale që ekziston sot në Kosovë. Por gjithsesi domethënë të rinjt kanë vështirësi nga më të ndryshmet për të futur në tregun e punës. Ne kemi ardhur me rekomandime të ndryshme, si krijimin e web portaleve, krijimin e më shumë praktikave, ndoshta këto praktika duhet realizohen edhe jashtë shtetit, gjithashtu duhet ketë programe të tjera exchange që quhen ose programe shkëmbimi me gjithë studentat e Kosovës që shkojnë jashtë shtetit të marrin eksperiencat e tyre dhe të sjellin në Kosovë. Një aspekt tjetër që ngelet nga shoqëria kosovare është pjesëmarrja e tyre në vendimarrje. Në shumicën e rasteve nga eksperienca jonë në terren kur i pyesni fëmijët për vendimarrje, si koncept ka qenë i pakuptueshëm dhe gjithmonë domethënë debati ka kaluar në politik. Ata janë shumë entuziast për që janë të paktën ata që janë 18 vjeç dhe ata që kanë qenë në fillim fare që kanë votuar, kanë qenë shumë entuziast rreth votës së tyre dhe kanë dashur gjithmonë që të bëjnë ato të marrin të japin mendimin e duhur ose të japin votën të bëjnë zgjidhjet e duhura. Kanë shumë shpresa, është një rinj që është plot me energji, mirë po duhet krijuar më shumë hapësira. Sa mendoni se pas këtij publikimi të këtij hulumtimi do të ketë hapësira në këto tri sfera konkretisht në të cilat janë marrë në pyetje të rinj? Nuk mund të jemi aq ambicioz sa me një hulumtim të ndryshojmë gjithçka në Kosovë. Megjithatë ky është një proces në vazhdim, ne do vazhdojmë të hulumtojmë përsëri sistemin e edukimit, sistemin e punësimit, të vijmë me rekomandime, të punojmë me aktorët relevant për të dhënë rekomandimet e duhura, për të dhënë
Ideja kryesore e gjithë projektit ishte të vendoset rinia e Kosovës në qendër të debatit për të ardhmen e Kosovës. Ky është qëllimi jon, ky është synimi jon dhe ne do mundohemi të bëjmë këtë. Në momentin që ne bëjmë këtë, është synimet vetë të rinjt kanë për të folur, vetë të rinjt kanë për të sjellë zgjidhje për problemet e tyre. Sa ata janë të gatshëm këtu? Po. Të gatshëm janë? Janë shumë të gatshëm, presin, megjithatë janë të zgënjur. I përmendet edhe rekomandime, do të ketë sot sigurisht gjatë publikimit të hulumtimit do të ketë edhe rekomandime drejtuar institucioneve të vendit sigurisht. Cilat do të jenë ato rekomandimet më kryesore të dalë nga hulumtimi? Ato më kryesore do jetë përshtatja e sistemit të edukimit sipas nevojave të tregut të punës, krijimi i më shumë hapësirave në tregun e punës për të rinjt, web portalet, siç e përmenda pak më parë, janë një mundësi e tillë. Duhet shkollat profesionale, studentët duhet të shkojnë në shkolla profesionale duhet të zhvillohen akoma më shumë, duhet përshtaten me nevojat e tregut të punës. Rasti Raovecit është një rast i mirë në lidhje me punësimin, ka praktika është një aspekt tjetër që duhet shqyrtuar dhe kjo praktikë, domethënë kjo duhet ofrohet nga universitetet, kjo duhet ofrohet nga kompani të ndryshme, duhet të ketë një trekëndësh lidhës midis universitetit, menaxhimit të universitetit, midis studentave edhe bizneseve. Por kjo nuk duhet të jetë vetëm në Kosovë, duhet të synohet rajoni edhe gjithashtu Evropa. Pas këtij hulumtimi do të ketë edhe hulumtime të tjera nga iniciativa kosovare për stabilitet? Po, gjithsesi, ne do vim përsëri me hulumtime rreth të rinjve, hulumtime të tjera socioekonomike për situatën e çështjeve të ndryshme në Kosovë. Që kanë të bëjnë kryesisht me të rinj, sigurisht. Kanë të bëjnë domethënë shumica e politikave. Duke marrë parasysh se 50% e popullsisë janë të rinj, gjysma e popullatës janë të rinj, domosdoshmërisht domethënë shumë politika ju përkasin atyre. Faleminderit që ishit me dëgjuesit e programit të mëngjesit. Faleminderit Valentina. Ishte Anjeza Hoxhallari, analiste në iniciativën kosovare për stabilitet.